Trumpit, deri para se të vinte presidenti Trump në detyrë, ju mbani mend që ishin fokus kryesor çështje pas një lidhje me gjërat që po flasim, konkurse fotografie, hapeshin aktivitete për përfshirjen e shtresave të marginalizuara etj etj, gjëra as pak themelësore. Ndërkohë sot që ne flasim, në çdo postim të përfaqësuesve amerikanë në Shqipëri, fokusi është ke lufta kundër karteleve, ke lufta kundër krimit organizuar, ke lufta kundër korrupsionit, dhe personi që i mishëron të gjitha këto është Edi Rama. Personi që i bën bashkë të gjithë armiqtë e Donald Trumpit është Edi Rama, është e pamundur ta besosh, por e tillë është. Si mund tani një opozit, sigurisht që mund të duket malinje kjo e thënë kështu nga ana ime, po do duhet shfrytëzoj dhe momente të tilla për të vijuar me denoncimet e saj etj etj. Si mund dhe si do ta shfrytëzoj Partia Demokratike këtë moment të ri? Armelia, nuk je fare malinje, përkundrazi je krejt korrekte, sepse një kaos të tillë, kur thua shfrytëzim, një çështje të tillë, një çështje të tillë sigurisht që kjo nuk është betejë politike jona. Nuk i ka hyrë PD-ja, ose edhe i pari që ka denoncuar aferën me Gonigall ka qenë zoti Berisha. Po se ka bërë për arsye politike këtë, ka bërë për arsye se kjo prek sigurinë kombëtare edhe të Shqipërisë, po edhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për shkak të këtyre marrëdhënieve, se duhet t'ia shpjegojmë qytetarëve. Për shkak të miqësisë së Edi Ramës me Gonigallin dhe me Sorosin, u rrezikua që Shqipëria të lihej pa opozitë, që në Shqipëri të instalohej diktatura, që në Shqipëri të emërohej edhe opozita. Dhe dëmi u bë deri diku. Dhe dëmi është bërë jashtëzakonisht shumë i madh dhe ne ende jemi në fazën e rikuperimit të dëmit. Por për shkak të këtyre individëve, dëmi në Shqipëri është i jashtëzakonshëm. Thënë këtë, Partia Demokratike nuk është se po pret vetëm nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që të rrëzoj Rama nga pushteti me gjithë këto era që po fryn, ë? Armelia, mua sot më ftuat për të folur për 5 dënë, pra që të sqarojmë qytetarët. Por me që ishte breaking news dhe ishte lajmi fundit që sapo e nisëm emisionin, u fokusuam ke çështjet e Amerikës. Patjetër, ne punën e kemi këtu, me votuesit tanë që janë këtu, me qytetarët që sigurisht syti kanë ke Partia Demokratike si e vetmja shpresë për të bërë ndryshimin në këtë vend, dhe ne llogarit elektorale kemi me shqiptarët dhe votuesit janë këtu. Por nga ana tjetër, një person që përbën kaq rrezik edhe për marrëdhënien tonë historike dhe të përjetshme në gjykimin tim me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne duhet ta tregojmë me gyse kush është Edi Rama, i vërtet, se kush janë miqtë e Edi Ramës. Duhet dhe po e ndihmojmë madje edhe administratën Trump me informacione të gjitha të faktuara se kush është sot kryeministri i Republikës Shqipërisë. E qartë. 5D-ja, një kapitull shumë i rëndësishëm që lidhet me gjithë denoncim kundër korrupsionit, aferave korruptive dhe kështu me radhë, dhe që ka qenë në fakt një nga dosjet që ka qenë e prekshme. Fal një denoncimi të bërë nga ty fillimisht, dhe ne kemi qenë në studion e Sonila Meçës madje kur ka ndodhur, kur ka qenë lajmi, më kujtohet shumë mirë dhe e rikujtova edhe sot. Ka qenë ndoshta ndër rastet e pakta në Shqipëri që bëhet një denoncim dhe shkoja deri këtu. Tani, ti sot ke qenë në GKK, ku je pyetur në cilësinë e dëshmitarit, ne ndoshëm deklaratën live tënde, ndoshëm dhe materialin pak më parë. Unë nuk do të pyes për çfarë u pyete, unë do të pyes për çfarë nuk u pyete. Pra thënë këtë, kur kemi